Në kulmin e virozave dhe gjendjes gripale në vend, në shërbimin infektiv në qendrën spitalore Nën Tereza, janë marrë të gjitha masat e nevojshme për të përballur fluksin e shtuar të pacientëve, duke garantuar ofrimin e shërbimit pas një problematik. Drejtuesja e QSU-tës, Angela Paparizo, zhvilloi një vizitë në shërbimin infektiv pranë kësaj qendre spitalore, ku u takua nga afër me stafin mjekësor, ato infermieror dhe pacient të shtruar. Doktoresha Najada Qomo, shefi e spitalit infektiv në Tiranë, tha se aktualisht situata e gripit është normale. Patjetër. Sigurisht që pjesa e gripit ka qenë pjesën e fortë të kësaj situate në këtë periudhë dymujore, ku fluksi i pacientëve ka qenë i shtuar, janë menaxhuar mirë, kemi pas situata serioze, situata të rënduara. Veç gripit ka dhe të smurë të tjerë që kanë infeksione virale të rënda që detyrojnë pacientin të shtrohet pranë shërbimit infektiv në çdo pavion apo në terapi intensive. Sipas doktoresh Qomo, situata është e menaxhueshme nga ana e stafit mjekësor, qoftë nga ana e stafit infermieror. Baronat janë në spitale dhe pacientët nuk janë të detyruar t'i blejnë ato jashtë spitalit. Situata është e menaxhueshme nga ana mjekësore, qoftë nga ana e stafit mjekësor, qoftë nga ana e stafit infermieror. Baronat janë në spital, pra nuk je detyruar për të blerë diçka jashtë spitalit. Shërbimi është i stafit 100%, qoftë hoteleria, qoftë pjesa e kuzhinës është e mbuluar, qoftë pjesa e psikologut, e sociologut, që ka impakt të madh atë grup pacientësh. Pra, në përgjithësi nuk ka mungesa që cënojnë apo që duhet për të marrë barna pacientët që qoftë në urgjencë apo ata që janë shtruar në pavione. Doktoresha shtoi se janë rreth 200 pacientë në ditë që paraqiten në urgjencë, prej të cilëve 40% janë për shtrim në spital dhe 60% marrin ndihmën mjekësore dhe largohen.